Kjo monument është i vendosur në territorin e Republikës së Kosovës, saktësisht në afërsi të urës së re të ndërtuar nga qeveria në Mitrovic. Në të është një mbishkrim skandaloz në gjuhën serbe, ku ushtria shërimtare e Kosovës cilësohet si terroriste, ndërsa nderohen persona që thuhet se kanë rënë për mbrojtjen e atë në referencë për Serbinë gjatë luftës në Kosovë. Në pjesën kryesore të tekstit, pra në krye të pllakës, thuhet të rënët në luftë për mbrojtjen e atë nga bombardime dhe UÇK-ja terroriste në rrethin e Mitrovicës së Kosovës. Poshtë këtij titulli vjen një listë të gjatë me emra dhe mbiemra të shoqëruar me vitet e lindjes dhe vdekjes, ku shumica datojnë në periudhën e viteve 1998, 99 dhe 2000. Në krye të monumentit është vendosur një imazh fetar ortodoks, një figurë engjulli. Pikë së pari, kjo përfaqëson narrativën serbe ku ushtria shërimtare e Kosovës shpesh paraqitet si forcë terroriste. Pra, kjo është rembrim i realitetit, i faktit se kush ishte agresori dhe kush ishin viktimat gjatë kësaj periudhe. Pas kësaj, ky mbishkrim skandaloz që UÇK-n e cilëson si terroriste nxit përçarje dhe është provokues. Së dyti, hapësirat publike në Kosovë menaxhohen nga autoritetet dhe rregullohen me ligje konkrete. Ndaj, kolegët e insajderit janë drejtuar Ministrisë së Administrimit dhe Pushtetit Lokal për kuptuar se a ka njohuri për pranimin e këtij monumenti me përmbajtje skandaloze në një zonë ku qeveria sapo i ka përfunduar investimet. Nëse po, a ka ndërmarrë Ministria ndonjë hap konkret drejt autoriteteve lokale për largimin e këtij monumenti që përmban gjuhë urrejtje, dhe a do të kërkohet inspektimi për të parë se kush e ka lejuar këtë përmbajtje në një hapësirë publike brenda territorit të Republikës së Kosovës dhe kur pritet pastrimi i kësaj zone nga mbishkrime të tilla. Por deri në publikimin e këtij materiali nga Ministria nuk kanë dhënë përgjigje.